I keni këto shenja, mos i neglizhoni pasi zemra juaj mund të krijojë komplikacione. Simptoma e infarktit të zakonshëm shfaqet papritur. Fillimisht personi mund të ndihet i sëmurë dhe të duket i zbehtë. Më pas mund të takohet për dhimbje koke të papritura, mund të ketë mpirje në fytyrë ose në gjymtyr, veçanërisht poshtë njërës anë ose në të dy anët. Mund të ndihet konfuz dhe të ketë probleme në të folurën ose në kuptimin e gjërave reale. Në varësi të shqetësimeve që mund të keni, një person mund të humbasë një ose më shumë dy funksione, si dhe aftësinë për të kryer lëvizjet e tij. Këto janë disa nga shenjat paralajmëruese që mund të tregojë trupi juaj përpara një sulmi në zemër. Dobësi e papritur ose mpirje krahu, fytyrë dhe këmbë që në njëra anë e trupit të mpihet, vështirësi të mëdha në të folurën, turbullime ose humbje të shikimit, marramendje të pashpjegueshme, rënje e papritur, dhimbje koke dhe konfuzione. Nëse keni këto shenja, urgjent shkoni tek mjeku.